Horoskopi ditor e martë 4 nëntor 2025. Dashi, vështirësitë në jetën tuaj në çift do jenë të shumta gjatë kësaj dite. Mundohuni të tregoni paksa më të kuptueshëm, sepse përndryshe lidhja juaj mund të vijë fundi. Beqarët ka mundësi të pëlqejnë në një mënyrë tjetër një mik të vjetër. Gjeni mënyrën e duhur për të shprehur atij ndjenjat. Financat për pjesën më të madhe do jenë të stabilizuara. Demi, rutina do e pushtojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do jeni gjithkohës të mërzitur. Mezi do prisni që dita të marrë fund. Beqarët do jenë gati edhe për aventura kalimtare, vetëm që të mos qëndrojnë më të vetmuar. Në plani financiar, fatmirësisht yjet do t'i keni në krah dhe do dini çfarë hapash të hidhni. Situata do fillojë të normalizohet. Binjakët, do jeni shumë besnik ndaj partnerit tuaj sot dhe nuk do të ndoheni as pak nga personat interesant që do ju joshin. Në mbrëmje partneri do ju surprizojë. Beqarët do kenë fat në dashuri dhe do futen në një etapë të re të jetës së tyre. Vetmia do marrë fund një herë për gjithmonë. Në planin financiar, shpenzoni me maturi që të mos keni vështirësi. Gaforja, përfitoni nga çdo mundësi që do ju jepet sot për të bërë disa ndryshime në jetën në çift. Do mund t'i largoni problemet e mëdha që keni pasur dhe do ndiheni më të qetë. Beqarët do kenë sukses dhe kjo do shtojë egon e tyre. Personi që do takoni do zërë një vend të rëndësishëm në lidhjen tuaj. Mos e përzjeni dashurinë me financat, sepse do i humbni të dyja njëherësh. Luani, nëse jeni të lumtur në lidhjen tuaj, asgjë nuk mund ta prish atmosferën që është krijuar. Pasion, entuziazëm dhe mirëkuptim. Beqarët duhet të përfitojnë sa të mundin nga liria që kanë, sepse do kërkojnë atë dhe nuk do e gjejnë më. Do kryeni transaksione shumë të mira financiare sot, të cilat do ju bëjnë të ndiheni mirë. Edhe pse buxheti do jetë i stabilizuar, shmangni rreziqe të mëdha. Bëgjëresha, nëse mundoheni me shpirt të rregulloni marrëdhënien me partnerin tuaj, do mund të arrini atje ku dëshironi. Dita duket premtuese. Beqarët do jenë shumë selektiv në dashuri dhe askush nga ata që do takojnë nuk do ju pëlqejë aq sa për të filluar një histori. Në planin financiar, shmangni marrjen e vendimeve të pamenduara, sepse do pendoheni shumë shpejt. Peshorja, ka shumë mundësi që marrëdhënia me partnerin tuaj të përmirësohet ndjeshëm sot. Shfrytëzojeni sa të mundni çdo moment. Beqarët do kenë nevojë për më shumë siguri para se të fillojnë një lidhje. Prisni edhe pak kohë, sepse do e gjeni atë që doni. Financat do jenë shumë të mira dhe do mund të bëni edhe investimet që kishit menduar prej kohësh. Ditë pozitive. Akrepi, jeta juaj në çift do ecë më së miri gjatë kësaj dite. Do i kushtoni më tepër kohë partnerit dhe gjithçka do shkojë për mrekulli. Beqarët do kenë mundësi shumë të mira për të filluar lidhje serioze, të cilat do ndryshojnë rrjedhën e jetës. Financat nuk do kenë as problemin më të vogël, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Shigjetari, ditë shumë problematike kjo e sotme për të dashuruarit. Do keni zënga të njëpasnjëshme me partnerin dhe nuk do arrini dot të vendosni qetësinë. Beqarët do jenë spontan dhe kjo do i bëjë më tërheqës në sytë të tjerëve. Mundësitë për të hedhur hapa drejt një lidhjeje të qëndrueshme do jenë të mëdha. Dhe financat do fillojnë të përmirësohen ndjeshëm. Vricjapi, nuk do keni as probleme të mëdha dhe as ngjarje shumë të veçanta në lidhjen tuaj. Padyshim që do ndani momente qetësie të këndshme. Beqarët nuk pritin të kenë histori të rëndësishme dashurie, por do kenë ndonjë aventurë kalimtare gjatë së cilës do ndihen mirë. Planetët do jenë shumë bujar dhe do ju ndihmojnë mos keni asnjë problem financiar dhe shpenzimet do i bëni me maturi. Ujori,
Jeta sentimentale do jetë prioritet për ata që janë në çift. Do i lini më njanë të gjitha problemet që keni kaluar dhe do bëni të pamundurën të riktheni harmoninë. Beqarët nuk do fillojnë histori dashurie, sepse nuk do ndihen gati. Ftesat nuk do mungojnë. Është më mirë të mos nxitoheni. Me financat do të tregoni më të organizuar dhe më të arsyeshëm. Shlyeni edhe borxhet. Peshqit. Duhet të flisni më shumë me partnerin tuaj dhe të merrni vendime që janë në të mirën e të dyve. Gjithsesi, mos u nxitoni para asgjë dhe mos kërkoni të impononi mendimet tuaja. Beqarët do kenë një takim të çuditshëm, por që shumë shpejt do ja ndryshojë jetën. Përfitoni. Mos merrni rreziqe të kota me financat sepse më shumë se sa të fitoni do humni.